kur kje problem ti, kur ti nuk i përmbash asaj të cilën kanë mësu se si ta shfrytëzojsh apo si ta përdorsh. Na islamin e kena pejgamberin Allah, modelin e kena pejgamberin Allah. Neve dikun nga trol punt, pse zora po me dek, po normal se apo zor me dek, se duesh babën sa gjeni haut me mjaknu, dhe e kushton minimum 100 euro të në fukara. Apo forin dhevin e Allahut e pagun edhe që kaq. Apo hoxën dojën gjelimën që të bojnë. Na i kena qitë vetë këto. Këto s'janë dvejës. Këto nuk janë dvejës. Këto janë dervishve, madhe in Iran. Prej sfidoj këtë gjallarët e botës, si të mujnë ato me mpru dhe një argument në shëriot. Si mos dale Humejnë e Baba Humejni ka thonë hu, thuj la ilaha illallah 70 herë dhe baba na gjithë në xhenet, nësë të balë në xhenet. Ai se ka pa kupton as se ka ditë çka në xhenet, i ki për hinë në xhenet. O, çata parët në xhepin e hoxhës janë për qëllim. Në përmes kujt, në përmes çati dervishit të gjep me na gallëtuar neve se çka në shvejë. Pastaj ju po xhallar të ri për një me kupton ti shka këtë ndrisheve keni dalë me 3 podë. Na doj me t'i vedhë parët e tua se i kena haram në gjepin tanë. Po i mojnë gjepin tanë, jepi së të ka për pëpëtën. A po do t'i, më pëtën po banë me donë, a më së të ka. Po a hitë si do një bejo parët. Po ne i dojmë parët, a më në i dojmë gjenetin ma shumë se parët. Edhe jo që të parët e dojmë. Parën haram, baraz banë zjarë. Nuk ka atë para që tërkujt haram. Tëronë që ti që, ajde në të rinë që kitë në gjepin temë. Që shtu kjo i dhe i dhe. Ti e tëronë për gjepi këtu në gjepin temë. Qa në ki? Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, na duhet ta kuptojmë se Islami është në Kur'an. Ai që e komenton Kur'anin, që na ka kallëzuar çish veprohet Kur'ani, pejgamberi Allah. Dole një santin për lidhjes, për linijës pejgamberit Allah, lodhë kot. Po tam kot lodhë. Mos të ditë kiametit, o gjoja feni i pa gjenan, ta kupton një unxhën, ka rrik të butë e ki pasish edhe ne ki po rraf. Jo valla s'ta baj rrafsh as pak. Për çka këse gjenë në djenë në olë mu krejtëna. Edhe unë i thamë zotit tem i kam kallëzua, mos ju ka mush menjë. E nëse s'ta mush menën Kur'an, s'ta mush menën sunneti pejgamberit Allahut, ta mush menën të edikush. Edikush, nallët e Bulehebit, ku t'i vesh vlon të nuni, kja në dënimi ma i vogël në zjarë. Pratë pejgamberi Allahut thot, a i cili më vesh diçka, a i cili më trillon diçka që se kam thonë on, se ka thonë pejgamberi Allahut, sa është hadithi vërtet? Thot letë pregaditet në për një vend në zjarë me ka të rezervu. Po për mirë be patas, ka për mirë, studio. Ullu, ndhe e ka rikën. Këshire është hadithi vërtet e jo. Se s'ka mundësi hadithi vërtet, mundesh me logikën e shëndosh. S'ka mundësi. A më të nga ka medh, po mirë be te po gjeli për ata shkoj në gjenem se i pat metën zakon. Se edhe ishte i po musliman. E po lepi pse shkoj, tha se babalardi kena pasë shtu. Krejt me kasit pse shku në ato në gjenem, se na i kena gjetë babalardo. Ama babalardo e tira, a kanë pasë apir? Po ti akademik be babën tanë e ki pasë. Shka ma ki pasë babën tanë, shka po duket baba jotë, baba që s'ka dit me shkërujtën. A i ka qenë fetar, alhamdulillah, a i ka morë për vetë. Amo kur u bo të ti akademik, ti me repliku pejgamberin tanë. Me kanë, me traditën e babës tanë. E baba jo qka ka konë? A valla, ku livroj ke aj, pa, që e ma i ka orë. Ku të bojë ki operacion, e ki po, ku të nunën të me po operacion. Edhe me drejtuvi që jo me t'i shkoj që. 5.000 vet, i vet, a thu që i me e ki më thalë. Më thanë ishte i mirë, jo se ishte i mirë, dikur ja kishte stremunë, ja kishte drejtu. Dikur që a thu, kupton,
A ka elbet, mos i ka ndodhur diçka, mos di diçka, a ka diplomë as ka, ku e ka kri, kejt kri. Veç në fe, hoxho. Po hoxh, që shkoj në Arabi, po hoxh, apo do ti po hoxh, 3 muaj çoj, unë kur të kthehesh, to merr një shall, më të madh se shallin, që dhe ke sheka për 4 nauti. Allahu më shërov dhe ke, disa xhallar, shallet i kanë nu më të mëdhoj shallet se sa rrota autobusit. A mo veç shall ka nda. Kot, s'ka kur zonë. Se mos u qelli, se s'kam qelli me kritiku ato. Ato kanë sakrifiku për femë. Une nuk jam kritik për punën që kam bërë. Ama jam kritik normal që kodën, kër e ki dallash, ato nuk kam dallash, tu i dallash. Dhe bem argument, dallash unë e publikisht dalë para këtë, ma bani Allah se ka bime pas të pos. Për ka fe, nuk ka hajgore. Na e ma në gji, na e në të përcil mesajnë për nga merit Allah. Na i thojmë njerëzve o gjallart, jena makams të për nga merit Allah. Po qëfar makams i për nga merit Allah, ti që kur kam të tua si janë lodh një badet, si që janë lodh kam të për nga merit Allah. Sa therat ka një tije për fejnë Allah. Nuk e di. Asa frizura se sa ekspresa i kipijën ti në për kafiqa, po, edhe fejnë Allah. Na për mëjmë fejnë tradicionale. Tradicionale të kujtë. Tradicionale të kujtë. Të pejgamberi? Këtë në që të përri? Jo, baba sa gjithë. Po tita, dhe i besë që të ka bombe ti. Po të e kujtojnë se tita ka ardhën këto në vishë me shtafeti me esha tita. Po ku janë mëra ato gjami që janë gonë? Ato t'i kanë lonë. Ato mbulesë, ato ki arru që ku t'i kanë ekë. Ato dhe duvarët për t'i kanë prishë. Po ato sa dur kanë hi ati të hoxallar të i përzije dhe të i bo turshi, të i shti turshi, ti turshijet së për ekmi mo. Ti a mendohë se qa qkolaja. Për këtë arsije, ama Allahu Azza wa Jall sot neve në ka lecu. Allahu Azza wa Jall e qelë nga celulorin edhe shfleton dhe kupton që shën shpeje vërtet. Që i mos dilë ditër kiameti me thonë vëlla kupton te kam dit, ta kish na dit, te kish na vonë. O edhe me pas dit se bashkë. Se se kije për një me. Ti e kije viqat det feje. Feja të na për fat keq. Nuk ka fe parsore, a fe ditësore. Si të kena vakt të bojmë. Po s'patëm vakt, shno shoqëve. Allahu fal. A banë me ti që ta rëndone me ma fal. Ja. Ti do thonë s'fal, apo? E Allahu po të falë. Allahu fal kanë. Allahu fal ata që banë namaz. Allahu e fal atë që e donë fejnë. Allahu e fal atë që e donë pejgamberin. Allahu e fal atë që i shkon mas pejgamberin. E ai që munohet me punu e munohet e pastaj ai se ne banë punë sikur që duhet, jo për çkak hileve, as për çkak mos interesit, po për çkak mos mundësisë. Allahu të falë. La yukellifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njeri vetëm sa mund me bërë. Para të vëllezër të ndershëm, na e kena një fe të mrekullishme edhe të bukur. Bukuritë e kësaj fe besoni që dikush nuk din as mi imagjinu. Bukuritë e kësaj fe që i posedojmë, dikush din mi imagjinu. Na i kena hazër. Për këtë arsye falenderojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na ka begatuar me të fe. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na bën mirënjohës ndaj kësaj fe. Përndryshe Allahu Azza wa Jall e transferon, nuk e hub fen. Mos më thotë që unë po kupton, unë si mos ta maj fen, po hub fen. Jo, nuk hub fen. Feja transferohet. Pitë ti shkon te kujshit. Kanë mundësi ma që donë më bon musliman, na shqiptarë më bon katolik që shpo ndodhë. Apo ndodhë? Apo ndodhë? Po ndodhë, edhe ka me ndodhë. Për çka këse feja nuk e njef askend për hatër, feja e njef drejtsin dhe e donë atë që e donë. Duje fejnë tonë, kërënoh me fejnë tonë, do të kishe njeri maj lartë dhe maj lumëtër si përfaqen tokës, do të shpëtojsh në dunjo dhe në ahiret.